Eudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wahde, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allah në falenderojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, salat dhe selam i dërgojmë. Ndërëm vllazën, ligjëratën e kalume kemi filluar të flasim për Imam Shafiun. Jemi njoftuar me emrin e tij, familjen e tij, mësuesit e tij ose dietarët ku ka marrë dije, në disa prej nxënësave të tij, po ashtu edhe udhëtimet që i ka bën për gjatë jetës së tij. Dërsa sot vazhdoj me kushtin e parë që kemi thonë për me morë dije nga një hoxh, do të mi plotësu që ai hoxha 2 kushte tek na për mi besu dijes së tina. Edhe pse Imam Shafi është prej dietarëve që ka dëshmu bota për të, mirë, po kjo është rregull e përgjithshme. Thonë me pas besueshmëri ndaj dijes së tij, edhe ndaj devotshmërisë së tij. Tash mësojmë pak për dijen e Imam Shafiut. Pra çka kanë thonë dietarët për dijen e Imam Shafiut. Zakonisht në kalumën vlerësimet për dikan janë dhënë nga njerëzit kompetent. Për këtë arsye edhe ka pas keq kuptime pak më pak se sa në kohën e sodit. Për çfarë arsye? Nga se vlerësimet ndaj hoxhallarëve, ndaj dietarëve hipen nga xhamati. E kur hipen këto vlerësime nga xhamati, padyshim se ky s'ka baza, dije për me dhënë vlerësim, edhe vjen deri tek keq kuptimi, deri tek përçamja kështu me radhë. Të kalumën për shembull dietarët kanë dhënë do thotë vlerësime ndaj dietarëve se a ban ky hoxh mungu apo nuk ban mungu. A ka rrezik ndaj këtij hoxh apo nuk ka rrezik. Çka kanë thonë dietarët për Imam Shafiun? Mirë, po këtu pak e kumbo një farë vlerësimi të dietarëve të 4 mëdhëbeve se çka kanë thonë për njëri tjetrin. Edhe ta shikojmë se na pasuesit e tënve sa jemi duke i respektuar qëndrimet e tënve. Pra sa këto e kanë respektuar njëri tjetrin, e na fatkeqësisht nuk e respektojmë njëri tjetrin, ndoshta i përkas me të njëjtit mëdhëb ose mëdhëbe tjetër, mirë, po kemi armiqësi ndaj mëdhëbe tjetër, sikurse më kanë pa fe ose kështu me radhë. Ta shohim se çka kanë thonë dietarët e mëdhëbeve për njëri tjetrin. Imam Aliku kemi thonë që ka thonë për Ebu Hanifën, ka qenë as dietar i madh, saqë po t'ja nëste më tregu, më të argumentu se një shtyllë e betonit, e drunit është nga ari, kish me ta mush mendjen që është nga ari, për shkak të fuqisë së argumentit që Zoti ja kishte dhënë Ebu Hanifës. Imam Shafiu çka ka thonë për Imam Alikun? Imam Shafiu ka thonë për Imam Alikun, ku të përmenden dietarët e ku të përveçohet emri Imam Alikut, është sikur se ylli që ndriçon më shumë tin qiell. Krahasim me dietarët e tjerë është Imam Aliku. Po ashtu për librin e tij Muwatta ka thonë, nuk ka libër më të saktë pas Kuranit se sa libri i Imam Alikut. Çka ka thonë Imam Aliku për Imam Shafiun? Pra Imam Shafiu kur ka shkuar tek Imam Aliku për me kërku dituri dhe ka pa mençurinë që Allah ja ka dhënë Imam Shafiut, ka thonë o djalashiri. Ka thonë Allahu po e shoh që të pas ka begatu me një mirësi që se ka begatu gjithkan. Prandaj këtë dritë që ta ka vendos Allahu në gjoksin tanë, ruje mos e shuj me errësirën e gjunaheve, nga se prej te ka më prit diçka e madhe. Pra këta e ka thonë Imam Maliku për Imam Shafiun. Ndërsa Imam Ahmedi çka ka thonë për Imam Shafiun? Një ditë Imam Ahmedi e ka marrë Ishaq ibn Rahawej, ka qenë një shok i tij, dhe i ka thonë tash kam të njoftu me një prej dietarëve më të mëdhej, që s'kan pas syt e to dietarë më të madh sa ky, dhe më të devotshëm sa ky, e ka marrë këtë shokun e tij dhe e ka çuar tek Imam Shafiu. Pra që aludon në dijen dhe devotshmërinë e Imam Shafiut. Ndërsa Imam Shafiu për Imam Ahmedin po e baj këtë lidhshmëri krejt që kanë thënë për njëri tjetrin, nga se prej Imam Alikut krejt janë takuar me njëri tjetrin. Ndërsa Imam Shafiu për Imam Ahmedin ka thonë kësaj. Një ditë Imam Ahmedi është smu. Është smur shumë. Tash Imam Shafiu ka shku me vizitu. Edhe e ka qitë një poezi. Ka thonë meridhal habibu fe zurtuhu fe meridtu min esefi alej. Tha usmur i dashuri im, që aludon tek Imam Ahmedi, dhe shkova e vizitova. Po sa e vizitova, nga mërzia për ta edhe në usmura. Kush po thotë ta? Imam Shafiu për nxënësin e vet. Pastaj po thotë, fe shufi el habibu fe zarani, fe shufitu min nadhari ilej. Po thotë ndërsa, kur usmura ona ju shëru. Edhe tash ma kthejti vizitën. Edhe ardhëm vizitoj, unë i smur, tash posa e pas u shërova. Pa shikoj e farë dashnijet madhe, kanë pas këtë djetarë për njëri tjetrin, Allah i mëshiroft. Ndërsa Imam Ahmedi po ashtu një ditë, ka qenë duke ecë në kam, ndërsa Imam Shafiu ka qenë i hypur mbi një kafsh.
Ka qenë mush, nuk është më rëndësi, ka qenë duke ecë në këmbë, ndërsa Imam Shafiu në kafsh edhe duke mësu dije prej tina. Kështu që kur ndëgjon Yahya ibn Ma'in, që ka qenë një dietar i madh, e çorton Imam Ahmedin. I thot qysh ti po ecë në këmbë, po e nënçmon veten, që ti e di shumë sikur saj. Ndërsa ai po i më kafsh. Imam Ahmedi ja kthen, po ti she të në anën tjetër të kafshës, kish më qenë shumë e dobishme për ty. Pse se jam duke ecë me një prej dietarëve më të mëdhej të kohës sonë. Pra kjo ka qenë Imam Ahmedi që ka dhënë vlerësimin për Imam Shafiun, Allahu e mëshiroft. Ka shumë dietarë që kanë thënë vlerësime, mirë po i kalojmë për me kalu tek tema tjera. Sa i përket librave që i ka shkruar Imam Shafiu, janë libra të shumë. Thonë dietarët kur ti krahasojnë librat e dietarëve të katër mëdhëbeve, thonë që Imam Shafiu ka qenë prej autorëve më të shumë të librave që ka shkruar. Pra afër 200 libra i ka shkruar Imam Shafiu, edhe pse jeta e tij ka qenë e shkurtër. Kur është pyet Ishaq ibn Rahawej, thot djali i tij, është pyet baba im çish ka mundësi një njeri që ka jetu aq pak me shkru aq shumë, ka thonë Allahu i madhëreshëm i kishte dhënë pjekuri Imam Shafiut edhe pse ka qenë shumë i ri. Pra Allahu i kishte dhënë pjekuri të burrave Imam Shafiut duke qenë i ri, për këtë e ka mundësuar që me shkru shumë libra. Yunus ibn Abdul Ala ka thënë Imam Shafiu ka qenë i gatshëm me shkru libër për një ditë. Sa që thot ka pas raste, që pasi që e ka falë namazën e sabahut, është ullë në xhami, edhe ka fillu me shkru libër, në kohën e drekës e ka përmbyll një libër. Thot dhe pranë ti s'ka pas asë një referencë. Kretë këta e ka shkru nga mendja e tij, nga memorizimi i tij që ka pas ndaj haditheve edhe ndaj librave të tjerë. Po kjo ka qenë Imam Shafiu edhe pse ka qenë shumë i ri. Po ashtu nderuar vëllezër, Imam Shafiu është njohur që ka shkruar çdo lëmi të fesë. Sa që është njohur që ka shkruar edhe në poezi. Mirë po poezitë e Imam Shafiut kanë dalluar prej poezive të dietarëve të tjerë. Zakonisht dietarët e asaj kohës, poezitë kur i kanë shkruar për me përfituar diçka. Kështu që i kanë lavdruar pushtetarët e kështu me radhë. Imam Shafiu në poezitë e tij kur s'ka lavdruar asnjë pushtetar. Dhe çdo poezi e tij, cilësinë e dytë, e përmban edhe atë këshillën se pse e ka thonë. Pra nuk ka qitë poezi pa e pas ndonjë këshill për brenda asaj poezies. Për shembull, një prej poezive që ka shtu, ta'sil ilahe wa anta tudhiru hubbehu, hadha mehalun fil qiyasu badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ka thonë, po i ban gjuna Zotit, pse shqip kur ta përkthejmë rima më pak problem me bën mirë, po e përkthejmë se çka ka thonë këtë poezi Imam Shafiu prej qindrave poezisë që ka shkruar. Ka thonë po i ban gjuna Zotit, edhe pse në jetën reale po munduhesh me shfat që e dën ata shumë. Mirë po thotë kjo logjikisht është e pamundur. Pse? Se ti po i ban gjuna Zotit, e kënej po thu që e du. Thotë law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Po të ishte kjo dashnie sinqert, kishëm ju bind. Pse? Se logjika thot, ai që e dën dikan i bindet. Logjika thot që kur e dën dikan i bindesh, e qysh ti po thu që e du Zotin e kënej po i ban gjunati. Po ashtu nderuar vëllezër, Imam Ishaq ibn Rahawej, duke pa vlerën e librave të Imam Shafiut, çka ka bën? E ka martu një grua të vej, që i ka vdek burri, jo pse ka qenë e bukur, jo pse ka pas pasuri, veç pse burri i saj që ka vdek, i ka pas në shtëpinë e tij librat e Imam Shafiut. Thon Ishaq ibn Rahawej u martu me një grua të vej, pse se burri e asaj grue, para se me vdek, ka pas në shtëpinë e tij ka tubu librat e Imam Shafiut. E për shkak se çto libra s'ka mujt ai me gjet, u martu me ç't gruan vetë që mi pas librat e Imam Shafiut pranë vetes. Por këta, kush ka qenë Ishaq ibn Rahawej, që ka qenë prej dietarëve më të mëdhej të hadithit. Po ashtu nderuar vëllezër, sa i përket ibadetit të Imam Shafiut. Nga ana e editorisë tham se dietarët e katër mëdhëbeve, po dietarët e tjerë e kanë vlerësuar lart shkallën e dijes së Imam Shafiut. Po çish ka qenë ibadeti i tij? Nga se një dietar pa vepër, ai s'ka dietar. Pra pse mësojmë na? Mësojmë për me vepru. Thonë, dija pa vepër është sikur se pema pa fruta. Pra çka vjen një pemë në qoftë se nuk nxjerr fruta. Na mësojmë për me adhuru Zotin me dije, pra që çaja dije më pa në praktikën tonë. Për këtë Imam Shafiu ka thonë, një thonje ka thonë, el ilmu ma nafa laysa el ilmu ma hufidh. Dija është ajo që të bën dobi, nuk është dija që e memorizon ti edhe e kin mendjen tonë. Imam Shafiu nderon vllazën, veprën e ka pas cilësi të pandashme të jetës së tij. Muadh ibn Nasir thotë, nuk kam pa njeri më të devotshëm se sa Imam Shafiu. Po jo që nuk kam pa, po as nuk kam dëgju. Pra ti mundesh mos me pa,
Mirë po mundesh me ndëgju. Thot as nuk kam dëgju dhe as nuk kam pa njeri më të devotshëm se sa Imam Shafiu. Dhe thot nuk kam pa njeri që ka këndu Kur'anin më mirë se sa Imam Shafiu. Dhe thot ky i po i njëjti, çdo herë kur na merrte malli me çajt për fe, për Allah, shkojshmi dhe ndëgjojshmi Imam Shafiun duke lexuar Kur'an. Pse se ka lexuar rrjedh shumë bukur dhe ka pas zonin shumë dikus në zemrat e besimtarëve. Po ashtu, raporti Imam Shafiut me Kur'anin ka qenë një raport shumë i veçantë. Imam Shafiu nderuar vëllazën thuhet që në Ramazan e ka këndu 60 herë hatme ka bë Kur'anin. Thon nga 2 hatme i ka këndu në ditë. Nga 2 hatme në ditë. Dhe po ashtu Imam Shafiu kur e ka përsërit Kur'anin, nga se kemi thonë moshën 7 vjeçare ka mësuar përmendsh. E tash ky Kur'an për murujt duhet me përsërit. Mirë, po nuk e ka përsërit kështu që përsërismi nai, për shembull, hunxhim në xhami dhe lexojmë Kur'an. E ka përsërit duke fal namaz nafile. Thon Kur'anin e ka përsërit në namazën nafile. Që me mor 2 sevap, edhe në përsëritjen e Kur'anit, mirë po edhe në shtimin e sejdave, çka thon pejgamberi alayhis salam, ndihmon vetën e juve duke i shtu sejdë, që në botën tjetër me pas malet. Po ashtu sa i përket namazit të natës, Imam Shafiu nderuar vëllazën thot një prej nxënësave të tij e ka nda natën në 3 pjesë. Imam Shafiu e ka nda natën në 3 pjesë. Në pjesën e parë ka shkru, në pjesën e dytë është fal, një pjesën e tretë ka flet. Thon, kohën ose natën e ka nda në 3 pjesë. Pjesën e tretë natës ka flet, ndërsa pjesën e parë ka shkru dhe pjesën e dytë ka fal namaz natë. Tash në qoftë se bëjmë një analogji pak. So kur thotë dikush e ka ndonë 3 pjesë, duket që pak është fal. Pëzojmë akshami hen në ora 6. Në vendet arabe akshami hen pak më herët. Dhe imsaki kur në ora 4. Sa orë janë? 8-9 orë ose më shumë. Tash paramendoj 3 orë ose 4 orë i ka rënë më fal. Edhe kur është fal nderuar vëllazën 3 orë ose 4 orë varësisht prej natës sa i ka rënë, thot njëri prej dietarëve, nuk ka lexuar më shumë se 50 ajete. 50 ajete i bin parafërsisht, varësisht prej faqeve të Kuranit, mirë për 5 faqe dikon, 6 faqe 7. Pra më 6-7 faqe ti mundesh mi lexu për 70 minuta, për 10 minuta. Nëse ke memorizimin e fortë, për 10 minuta. Para më 3-4 orë i ka bën të lexu vetëm 5-6 faqe. Pse? Se thot nuk ka kalu pra një ajeti që është përmend xheneti, përveç se i ka filluar me lut Zotin me përgjërimin më të madh, o Zot na mund së xhenetin. Edhe nuk ka kalu pra ndonjë ajeti që është përmend zjarmi, vetëm se e ka lut Allahun, o Zot më ruaj prej zjarrit të xhenemit. Domethënë i ka përjetu ajetet që i ka lexu. Për këtë arsye nderuar vëllazën, thot njëri prej nxënësave të tij, kam shku dhe kam mbujt te Imam Shafiu 80 ditë. 80 ditë thot kam shku dhe kam mbujt. Këtë veprim e ka bën. E ka ndalë natën në 3 pjesë dhe në pjesën e 2 të natës është fal dhe nuk ka lexuar më shumë se 50 ajete deri në 100 ajete varësisht që ka pa të arsyeshme domethënë Imam Shafiu. Është një rast interesant ku tregohet se njëri prej shokëve të Imam Shafiut, familjes së tij ja ka lëvdu shumë Imam Shafiun, duke përmend devotshmërinë e tij, dijen e tij kështu me radhë. Tash Imam Shafiu kur shkon tek ky shoku i tij me bujt, pse e thirr, shkon me bujt, edhe tash kur ja çesin darkën me ngran e ha kret. Atë pjatën që ja mbushin me gjell e ha ton, nuk le kur gjonta. Dhe po ashtu kur bie me flet, e shohin që ta natën çndron shtrim, pak para se me hiku sabaj quhet e falet. Dhe tash komplet perceptimi i familjes i ndryshon në raport me ata që ka përshkruar baba i tonë për Imam Shafiun. Sepse ka thonë është adhurues i madh. Këto po e shohin që në nuk la kur gjon, krejt e ëngër. Po ashtu natën u çu pak një pjesë të vogël të natës u fal. Nëse është ashtu nuk të kona, çashtu ç'na ke përshkruar ti. Atëherë edhe pyesin Imam Shafiun. I thonë o Imam, a ban më na kallëzu ty ta çetëm krejt na e dim që dietart nuk janë dhënë të mas ushqimit. Tha ti e ngron e krejt. Tha dhe po ashtu dietart falin namaz natën, ti u falën një pjesë të vogël të natës. Tha po, ti tregoj për të dy çështjet pse kam vepruar kështu. Thotë sa i përket ushqimit, ndoshta është prej herave të para që ha shumë. Për çfarë arsye? Nga se e di që baba ju shtëpinë e juve nuk bie ushqim haram. Kështu që e kum ditë që është halal. Edhe kum dash me praktiku në një sunet të pejgamberit alayhis salatu wasalam që ushqimi çka të servohet në nuk ban me lan, po duhet me hon krejt. Pa për shkak të sunetit. Ndërsa sa i përket natën, që s'm keni pa të fal, thot ata ja kanë përmendur një detaj që harrova, thot keni ta natën shtrim, edhe as nuk e mor abdes,
mirë po vetë je çu, çashtu edhe I ke fal 2 rekate namaz nafile, pastaj ke shku në xhami me fal sabahun. Thot çish a falet imami pa abdesa? Thot kur kumra me flet, me pushu, më kanë kujtu disa mesele, që hulumtesha për përgjigjet e atyre meseleve. Thot a besoni, deri në momentin që jam çu me fal namaz natën, pak para se mi ku sabahut, thot çat për çatë mesele ku më hulumtu. Thot nuk u mor abdes, nuk abdes se kum prish, pse se kum ra me abdes. Shikoj çfarë dietari, çfarë alimi ma, tër natën deri në vllazën, tër natën duke menduar rreth meselave. Por çfarë arsye? Vetëm se ti sot me pas fen e gatshme atlet. Për shembull Imam Buhariu prej qindra mirave hadithe I ka përmbledh në librin e tij disa mira hadithe. 7.000 hadithe, 5.000 hadithe varsisht. Prej qindra mira hadithe. Nuk ka thot e kum përmbledh të hadithe prej hadithe më të sakta. Nëse janë kanë 10 sakta për një mesele, unë e kum zgjedh më të saktin prej 10-ve. Ka udhtu mira kilometra, pa hëngër e pa pi. Është fal për çdo hadith që e ka shkruar. Ti e ki në raft edhe nuk e lexon. Thonë, këto vërejet se sa na e kena fen për një me, e sa e kena për hajgare. Përse përmenën emrat e tëre, përmenën për far arsye se dertin kryesor e kanë pas deri në vllazën fen. Për këtë arsye Imam Shafiu ka thënë, ma halaftu billahi sadiqan wala kadhiban. Kur nuk jam betu në Zotin. Kur nuk jam betu në Zotin, as sinqerisht, por as për gënjeshtër. Pse betohet deri në vllazën njeri? Betohet kur dikush si beson. Po Imam Shafiu krejt I kanë besu. Se puna e tij nuk I ka dhënë dyshim tjetër për me dyshu tek ai. Thot kur s'm ka ardhur mundësia me betu në Allah as rreshëm, mirë po as sinqerisht. Ky ka qenë Imam Shafiu. Përsa sa I përket deri në vllazën sa I përket Imam Shafiut dhe bujarisë së tij. Imam Shafiu kemi thonë që ka qenë njeri shumë I varfër. Zakonisht të varfërit kur të pasurohen pak çoroditën. Imam Shafiu ndër vllazën duke u kthy prej Yemenit, është kthy me një shumë para shumë të mëdha, 10.000 dinar. 10.000 dinar nëse I përkthejmë në euro tash I bie dikon 5.520.000 euro. Mbi 5 milion euro. Kur ka ardhur në Mekë, nuk ka hinë në Mekë me këtë parë ndër vllazën. E ka marrë një shatër, është ulë në kufit Mekës, edhe ka përhap lajmin kush ka nevojë për parë le të vjen tek on. Deri në akşam këti ka dhënë sadaka. Mbi 5 milion euro. Po ashtu ndër vllazën, Imam Shafiu ka pas një debat me një person që e ka mujt atë debat, e ka poshtruar. Tash halifja I muslimanëve Harun ar-Rashidi ja jep 50.000 dirham. 50.000 dirham jep. Këta kur ta përkthejmë në euro, në parët e sodit, se sa kushtojnë, domethënë 50.000 dirham, I bie 13 milion euro. 13 milion euro krejt sadaka jep. Po kë ka qenë Imam Shafiu. Për të arsye njëri prej përgjegjësave të Egjiptit në atë kohë I thotë, a ki mundësi me ardhur në Egjipt me jetu? Nëse vjen në Egjipt, po ta garantoj, për 1 vjet se ki gale për bok. Për 1 vjet se ki gale për bok. Plus ki mundësi me qëndru afër mbretërve. Kështu që ka më të rrit pozita. Çfarë thot Imam Shafiu? I thot Imam Shafiu, ka nuk e ngrit devotshmëria, s'ka shka ngrit pozita duke qëndru afër mbretërve. Thot unë kum jetu deri sot, kum lind në Gaza, në Palestinë, jam rrit në Hijaz, në Mekë, në Medinë, thot edhe nuk kum pas buk me ngrohtë ndoshta për çfarë ditë. Mirë po kum jetu dhe kum arrit çet pozitë që kam çështo. Edhe ka refuzu. Për këtë arsye ndër vllazën, pse ka refuzu? Nga se ka pas dertin kryesor, më thon fen. Po ashtu sa I përket durimit të Imam Shafiut. Imam Shafiu ndër vllazën, ne e dim se ka thon, po të zbreste Allah vetëm vel asrin, kish më na mjaftu për me kuptu fen drejt edhe mirë. Pse se në surën El Asr përmenden kushtet kryesore që shpëtojnë ty prej zjarrit të xhenemit. E një prej atyre kushteve është edhe durimi. Por pas që dietari duhet bëj durim për me arrit dije, duhet me bëj durim edhe për me shkëp çadije. Ka pas rast, ka qenë Rabi ibn Sulejman, ka qenë shumë I dop memorizim. Fillimet e dijes së tij. Thot ka pas rast që Imam Shafiu 40 herë ka përsërit meselen, edhe se ka mësu. Duke qëndru me nxënësa, 40 herë thot ma ka përsërit meselen, se kom kuptu nga marrja ndaj nxënësave të tjerë, thot jam çu edhe kom ec. Thot Imam Shafiu e kuptoi se pse jam largu. Thot po në ditë rrugës duke të nejtë edhe më tha pe këto, e tha hajt ta mësoj çat mesele që se ke mësu.
Edhe tha, e përsëriste derisa e kuptova. Edhe i tha duke i tregu butësinë e tij, tha po të ishte e mundur që dijen me ta dhon, çashtu qysh ushqehet foshnja, çashtu kisha me ta dhon, edhe s'isha mërzit fare. Por kjo ka qenë Imam Shafia. Po ashtu nderuam vëllezër, por mos më zgjat shumë, po tregojmë edhe një rast për me tregu se sa dorimtar ka qenë Imam Shafia. Thuhet se ka qenë një rob te një robaçeps për me qejp. Kështu që ai robaçepsi dëshiron me sprovu durimin e Imam Shafiut. Çka i ban? Nga një anë e kraut, robën ja lë shumë gjan. Nga një anë ja ke çush e ka. Zakonisht hoxhallar këtë herë asaj gjutbës për mi i kanë kushtuar shumë rëndësi. I kanë kushtuar shumë rëndësi që gjutbja bëli më kanë e mirë, pse se rroba që i ka pas brenda i kanë mbulu. Tash ajo çaj po të përçefi. Kur e çon Imam Shafiu kur e merr e sheh se diçka s'ka në rregull. Po çish më ja kthy aty, çish më ra dietari s'van më ran poshtë, kur? Pse se zakonisht nervoza tregon për dobësi. Edhe i thot Allahu ç'përblef. Thot s'm pa shkumenja hiç. Ti ma pas ke bë pa të thonën e hiç. Thot elhamdulillah kur të bie shi, ma pas ke lënë xhan këtu, ishte i librat çto. Përsa kjetë e kanë në rregull, këto e maj lapsin dore, s'ka problem. Mirë po elhamdulillah ç'sh pa shkumenja aty që mos m pa shku. Çuditën nga ky durim i Imam Shafiut. Thonë Imam Shafiu kur ka debatuar me njerëz deri vllazën për debatet e Imam Shafiut kemë folë gjëratën e ardhshme, Imam Shafiu thot kur s'kam debatuar me dikan, por vetë që kam dashur që e vërteta më kon me ta. Jo më turpnuaj para me. Dhe kur s'kam debatu që me poshtru dikan në debat. Kur s'kam debatu duke aludu se inshallah aje ka gaben. Kum debatu çdo herë që e vërteta me dal në shesh. Që na ta pasojmë. Pra kjo ka qenë Imam Shafiu. Elusmi Allahun e madhreshëm të na falë të na mëshiron. Elusmi Allahun e madhreshëm që të smuret në Allah të shëroj të vdekurit të mëshiroj. Alhamdulillahi rabbil alamin.